Rruga kryesore e ish stacionit të Zoteknikës në Kiras të Shkodrës është mbuluar nga një rrjet kablor që paraqet rrezik serioz për jetën e kalimtarëve të shumt, pasi një pjesë e kablove kalon edhe nëpërmjet degëve të pemëve në dy anët e rrugës. Siç tregojnë edhe pamjet e filmuara në orët e paraditës së të premtes, shtyllat elektrike janë të mbi ngarkuara me kablo të ndryshme. Krahas atyre të rrjetit elektrik janë vendosur edhe kablo të kompanive telefonike, të internetit dhe të operatorëve celular. Gjithashtu janë evidentuar edhe disa shtylla të amortizuara që rrezikojnë të rrezohen gjatë periudhës së dimrit, sidomos në ditët me stuhi. Ja shqetësim, po sidomos kur ka domansë, shtergate e gjona me pas frikë me kalu. Sidomos i kështyll që kam të shpione, kam shumë ashtu. E kam pas shumë probleme, por kam pas një deri në fund. Shkarkesat e gjana që janë. Nuk e ditë se s'marr vesh për kësaj punë. Unë gjisi mi ngarkohen me leta. Me kanë edhe telefoni, kuptimi, kapet elektrikut edhe kabët e teknologjisë. Ata janë shtyllat për oshe, nuk janë për të tjerë, për kabët tjerë. Ta duhet me gjithë rrugën e vetë, për mendimin tim. Kanë munduar shikoj, kanë shtyllat e reja. Për momentin, për inshallah bëhet diçka. Kjo zonë është mjedis banimi, për mira familje dhe si rrjedhoi rruga çarkullohet 24 orë pa ndërprerje, si nga automjetet ashtu edhe nga këmbësorët, ndaj kërkohet ndërhyrja e OSHE-s në Shkodër për sistemimin e kablove elektrik, zëvendësimin e shtyllave që janë në rrezik shëmbjeje dhe administrimin me përgjegjësi të rrjetit. Kompanitë e tjera kanë detyrimin të gjejnë zgjidhje alternative për kalimin e linjave të tyre në mënyrë që të mos rëndojnë sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, shprehet një banor i zonës. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të shmangur ndonjë aksident të mundshëm dhe për të garantuar sigurinë publike.